kam koshiencën shumë pastër, në radhë parë ndaj vetit, ndaj familjes time, ndaj kombit tim, por do kisha thënë edhe ndaj kombit serb. U identifikua centimetër për centimetër në video çdo banderole vendosur në stadium për të parë nëse ishin banderola me thirrje raciste. Rezultati është vendosur përfundimisht me gjitha rregulloret. Kudo po na ndiqni nga kjo speciale e emisionit Thurje. Sonte publiku në studio është vendosur kuqezi, është veshur kuqezi sikurse dhe ju e shihni, gjithashtu edhe çunat e orkestrës. Mirëmbrëma çuna, mirëmbrëma i dashur publik, mirëmbrëma pasi fundja me apo pa bluza, gjithë jemi kuqezi. Ndalemi së bashku në këtë moment dhe kujtojmë një ngjarje shumë të rëndësishme. Më 14 tetor të vitit 2014 e gjithë bota foli për Shqipërinë dhe shkak për këtë u bë pikërisht një ndeshje futbolli, tek e cila ndodhi një ngjarje jashtëzakonshme. Të gjithë e kujtojmë dhe e dim pothuajse përmendesh tashmë kronikën e kësaj ngjarje, kujtojmë gjithashtu edhe presionin që patën djemtë e ekipit të kombëtares tonë në fush, e më pas kjo u pasua me dhunë ndaj tyre për shkak të një fluturimi të një droni me flamurin e kombëtares, cilat djemtë e ekipit tonë u munduan ta mbrojnë me heroizëm, dhe kjo ndodhi në fakt para kamerave dhe para syve të gjithë botës. Të njohura për gjithë janë edhe përpjekjet për të fajsuar pikërisht Shqipërinë dhe lojtarët e saj për prishjen e asaj mbrëmje. Por më në fund drejtësia u vu pas një lufte të gjatë ligjore dhe vendimi u dha për të drejtë Shqipërisë në këtë 10 korrik pikërisht nga gjykata më e lartë e drejtësisë sportive. Dhe gjitha spekullimet dhe dyshimet që ishte droni, ai që kishte prishur këtë ndeshje dhe kishte bërë ndërprerjen e saj, ran. Së bashku me këtë ra dhe përgjegjësia mbi supej një njeriu të thjeshtë. Një sportdashës pasionant i cili quhet Ismail Morina. Madje jo më larg se mbrëm, ju keni patur mundësinë të ndiqni dhe një dokumentar në digital të realizuar nga Dritan Shako Hoxha mbi jetën e këtij njeriu. Në fakt, dokumentari është realizuar para 3 muajsh, por për të qëndruar jashtë çdo ndikimi moral dhe në pritje të vendimit të kasit, Digital vendosi të mos e transmetojë dhe e transmetoi mbrëm. Ndalemi në këto momente dhe rikujtojmë edhe një herë së bashku dokumentarin duke ndjekur disa pamje të autoktonus. Flamur që Valvite ishte një si ky. Një flamur që realisht na gëzoi, na emocionoi, na drithëroi do të thoya. E tham, ishte flamuri më i bukur në botë. Po cili ishte personi që e krijoi këtë flamur? Cili ishte personi që guxoi ta valviste këtë flamur? Dhe cili ishte ai që realisht na dhuroi kaq shumë emocion? Me njëherë mas shortit, kisha një ndeshje futbolli me shoqërinë aty, me miq shqiptar dhe italian. Një nga këta shokët italian më thotë që, edhe ai me atë batutën e vet, që pse ti ose ju nuk përdorin një nga ato helikopterat që përdorim ne dhe të vesh një mesazh denigrues, një mesazh ku dëgjon hakmarrës gjatë ndeshjes. Fillimisht nuk e kam menduar autoktonus, në Google Translate, kërkoja fjalën autokton nga shqip në anglisht, edhe me dilnin diku 3-4 versione, nativ, indigenus dhe autoktonus. Ka qenë e para që më ka binë si fjalë, mu ka duk shumë elegante si fjalë, sepse unë doja të bëna një gjest elegant atje. Kur unë kam pus 2 fëmijë në gjumë, ka qenë momenti i atij hezitimi, sepse e dija që po shkruaj drejt një gjëje edhe të rrezikshme. Kjo ka qenë domethënë që më ka prek shumë emocionalisht dhe vazhdon të prek akoma. U nisa unë atë natë, kam bërë një udhëtim diku prej 12 orësh dhe kam hyrë në kufi toksor Kroaci, Serbi. Çfarë than policët kur pan drona? Drona shkonin diku te 3.000 euro, ishin te 3, edhe më tha mua ti ke një makinë kaq dobë, tha,
edhe ke bletha 3.000 euro drona. Unë i thash që i kam dhurat për fëmijët e vllajt, edhe nuk baj dhurata shpesh, po kur i baj, kam qef mi bon dhuratat e mira. Gjatë natës ka qenë diku në mjes një orë para se të shkoja unë drejt stadiumit deri që do rri atje. Nxorëm atë flamurin nga kraharori i Xhubit, bom atë videon e famshme që gjithë e di. E nga nuk e fus direkt në stadium sepse para mendoja që mund të lokalizohesha, i bëj një xhiro në lagje dhe u vi nga krahu tjetër. E futa në stadium, por nuk shifja mjaftueshëm brenda në fush dhe më duhet të ngjitesha lart. Aty prap telekomandën e marr në vend dhe ngjitem sipër. Aty shikueshmëria ishte e qartë dhe filloi. Mbrim kufi te dogana. Ideja ka qenë kjo që dyshimi më i vogël nga pala serbe marrshi makinës dhe do shpërthaja në krahun tjetër. Dashur miq, vjen sonte për herë të parë ekskluzivisht në një studio televizive dhe pikërisht në emisionin Thurje në Digital, ai i cili në Serbi konsiderohet si armiku i përbetuar, me një proces gjyqësor në vijim, me një mandat arresti, ftojmë sonte në studio Ismail Morinën. Për herë të parë, pranon më në fund dhe vjen të flasësh për publikun shqiptar në një studio televizive, pasi dokumentarin Mbrëm e pam të transmetuar në Digital. Si ndihesh? Je emocionuar, normal, kuptohet, qoftë edhe vendimi që ishte para me datë 10, domethënë ishte një fitore shumë e madhe, si në nivel sporti, domethënë futbollit, por edhe në nivel kombëtar do kisha menu. Thjesht po sheh fitoren si gjithë sportdashët tjerë. Një pjesë të kuriozitetit mbi jetën tënde Ismail e ke shuajtur gjatë intervistës me Dritan Shakoxhën dokumentar, por gjithsesi ne do të flasim edhe për një pjesë tjetër të mbetur, për disa gjëra që mbase nuk janë thënë. Nisim nga fillimi. Kur ka lindur Ismail Morina? Ka lindur me datë 30 shtator 1982, në fshatin Shikaj, deri në moshë 17 vjeçar, domethënë kam jetu në atë fshat dhe në qytetin e origjinës në Kuks. Pastaj, duke qenë që hapësirat e manovrimit po reduktoheshin, kam emigru si gjithë, fatkeqësisht do kisha thonë, si gjithë shqiptarët. Në emigracion, 3 vjet në Greqi, një vit e pak në Gjermani dhe pastaj në Itali. Para se të flasim edhe më gjerë për emigracionin, ndalemi pak tek fëmiria jote, tek shkolla. Ke lindur në një familje me vështirësi ekonomike. Si i kujton këto faza? Do kisha thonë që një familje relativisht nuk mund të them as me vështirësi ekonomike, por jo në standardin. Sikur se kanë qenë shumë të tilla në anën banë Shqipërinë. Por sigurisht në një familje patriotike, ne kemi pas tragjedi familjare në realitetin shqiptaro-serb. Unë kam 4 pjesëtar të familjes masakruar në vitin në dhjetor të 1912-s. Dhe nga kush? Nga forcat serbe në të asaj kohe. Flitet, domethënë, flasim në 1912-ën, ishte lufta e Shkodrës, kalonin divizionet serbe nëpër krahinat tona për të shkuar luftun në Shkodër, për të shkuar ndihmë trupave malazeze, dhe në kalim e sipër kanë masakru edhe popullsinë, si në fshatin tim, si në fshatrat përreth, por edhe në zonat tjera të Kuksit, Tropojës, të Hasit. Domethënë, duke rarë të familja, domethënë, çdo gjë vjen nga kjo histori, është trashëguar me gojdhana, me historina, derisa edhe plaka ime, prindrit domethënë, ma kanë shpjegu historinë e gjanat, por gjithmonë ka qenë ajo ideja që mos kultivohet kulti i urrejtjes, por ajo e mos harresës. Të mos harrohet ajo çfarë ka ndodhur, por jo urrejtja, sepse mendoj që urrejtja është një labirint që nuk nxjerr askund.
Ndërkohë shkollën, si e kujton? Fëmirin, shkollën, marrëdhëniet që ke patur në atë kohë? Shkollën, relativisht kam qenë qunë rebel, por do kisha thonë i mirë fillt, nuk kam qenë tip që kemi atë shprehjen popullore që i kam ra kujnë qafë pa lidhje, por kam pas, gjithmonë kam dëshiruar që të kem atë hapësirën time, qoftë ndoshta edhe jashtë rregullave. Kam qenë një tip që shpesh herë, sa për të dhënë një ide, kam ikë nga orët e mësimit kur isha i vogël, sepse kisha ato rebelizmat e mi, por në shkollë kam qenë relativisht i mirë. Mbaj mend që shpesh herë emri im lakoi edhe si nxënës i dalluar i shkollës për mësime, jo për sjellje. Pra i ke patur të dy anët e medaljes. Po. Ndërkohë marrëdhëniet me shokët, me shoqet? Në përgjithësi shumë të mira, shumë të mira, por duke qenë që kam emigru, si mund të them, shoqëria vjetër gradualisht i kam humbur kontaktet, pavarësisht se kur takohemi kështu, domethënë përshëndetim, flasim, kujtojmë gjanat tona, por duke qenë që unë nuk kam nejtë në Shqipëri që sa kohë detyrimisht gjanat janë ftohur, vetë koha i ka ftohur gjanat. Pastaj kam bërë afër një vit 2 gjimnazist në Kukës, dhe aty ishte momenti që thash më parë që emigrova, dhe nuk e vazhdova shkollën, si një pjesë e mire. Mirë, le të kujtojmë pak datën 14 tetor. Ndihesh krenar për aktin e bërë? Super krenar. Ndjem, e kam koshiencën shumë pastër, në radhë parë ndaj vetit, ndaj familjes time, ndaj kombit tim, por do kisha thënë edhe ndaj kombit serb. Ndaj kombit serb, sepse ajo që ndodhi atë natë, ai gjest, ai flamur autoktonus do kisha qytun, nuk përmban asnjë ofendim. Në brendësi ti, kuptohet që mund përcaktohet si diçka provokuese, por në asnjë mënyrë një diçka ofenduese, jam mundu që të promovoj vlerat kombëtare dhe jam mundu gjithashtu të sa do pak, nuk e di se sa efekt ka bon që vetë kombi serb të reflektoj mbi ata që mbi histori. Mirë, Ismail, që prej këtij tetori she shumë rrallë familjen tënde. Atë merr malli na përshkruaj disa nga këto momente. Ka qenë diçka nuk mund të them e papritur, por mënyrën se pasaj si janë evolvu gjanat më ka gjetë pa përgatitur. Kam menu gjithmonë që sa i përket mungesës, familjes, gruas, fëmijë, do isha shumë më i fortë, sinqerisht kam pas lëkundje të forta, më kanë mungu shumë. Ka pas raste që i kam vizitu, por fakti që fëmijët tani rritën gjithnjë më shumë edhe bëhen ma persona, flet me to, reagon me to, edhe kur momenti kur vjen që ti nuk i ke afër, e ndjen shumë. Edhe kjo shpesh herë më kthen memorie, domethënë në kujtesë mrapa, kur isha në emigrim me njerëz që ishin familjar, që kishin emigruar si puna ime dhe më flisin për familjen e tyre. Sinqerisht atëherë në atë moshë nuk i kuptoja. Dhe sot arriti kuptoj në të vërtetë mallin që kanë pas për familjen. A mendon një kthim dhe bashkim të përhershëm, le të flasim, me familjen tënde? Besoj që po. Nuk mendoj që ka arsye që gjithë kjo që ka ndodhur të zgjas përjetësisht. E nëse i rikthehemi edhe një herë ngjarjes që ndodhi në ndeshjen e famshme, a ishte një lloj nxitje për veprimin tënd edhe mënyra se si Serbia i ndaloi mbështetjen ndaj skuadrës tyre të zemrës shqiptarëve, apo thirrjet në stadium kundra shqiptarëve për vrasjen e tyre etj. Tani, të jem i sinqert, thirrjet edhe gjithë ajo që ndodhi në stadium atë natë, unë i kam marrë vesh mrapa, por unë isha ndjeni para ngjarjes mënyrën se si u trajtuan tifozat shqiptar.
Mbaj mend shumë mirë kur u kërkoi pasaporta dhe kategorizoheshin shqiptarët në kosovar dhe shqiptar, që ata që ishin jashtë Shqipërisë londineze nuk do pranoheshin, unë mbaj mend shumë mirë, kam shumë kthjell këtë kujtesë, dhe ata që ishin në Shqipëri kishin drejt, dhe në fund u vendos që mos shkonin fare, ishte një formë nxitje dhe mënyra e kategorizimit nuk më ka pëlqyer fare. Kjo ka qenë, mendoj, një mënyrë të cilërit shekullore autoritetet serbe, dhe mënyrën se si reaguan u kuptu qartë që për ata janë një lloj shqiptarë të Kosovës dhe një lloj shqiptarë të Shqipërisë. Le të themi që kjo ishte një lloj nxitje, pasi edhe nëse nuk ishte kjo, ti sërish dronin do ta ngrihem mbi stadium me flamurin autoktonës. Nuk s'kam qenë djeni, por mënyrën se si janë trajtu tifozat, domethënë 2 javë të para, 2 javë pa filluar ndeshja që i bëshin ato bisedime, do vinë tifozat, ka qenë shumë denigruese do isha. Ismail, e di besoj që e kthyer në një fenomen në Shqipëri. Logo autoktonus e shohim gjithandej. Emri yt përmendet madje deri tek kryeministri Vučić, e ndërkohë ke frymzuar madje edhe këngë të këndohen. Si ndihesh për këtë fakt? Kuptohet, krenar deri atë datë unë kam qenë një njeri i thjesht, që ka ngrit mjes, ka shku në punë, na kthyn dark, edhe gjithë kjo famë, kjo popularitet, jam mundu ta menaxhoj në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe besoj që deri diku ja kam dalë, por unë jam gjithmonë Ismaili që ka qenë para asaj date, karakterialisht, nuk ka si gjë që mban që mos moj kam për tokë. Domethënë jam gjithmonë ai që isha para 14 tetorit, si për shoqëninë e vjetër, si për shoqëninë e re, që për njerëz, për kontakte të reja që kam krijuar mas kësaj date. Meqense je po i njëjti, nëse do riktheheshim dhe do të ishim në po të njëjtat kushte, në të njëjtën situatë, veprimi yt do ishte po i njëjtë, Ismail, do e ribëje? Absolutisht po. Absolutisht po, sepse përveç faktit që përmenem muhabetin e tifozave, tu hynë shumë gjana, folat e historia, qoftë historia ime personale, familjare, që fola më parë, qoftë rivaliteti që na ka karakterizu si kombe. Pastaj, unë kam cekë edhe një intervjis, një ndërshkaqet kryesore ka qenë edhe djegja e flamurit në Gjenova, një akt për mu shumë i ullt, unë nuk do të banja kur një gjatë tillë. Jo vetëm Kobit Serb, kush do tjetë, ka qenë një diçka që mu më ka revoltu shumë dhe absolutisht do të banja, absolutisht. Por gjithmonë duke rujt ekuilibrat, nuk më ka interesu asë një herë që të ofendoj, interesi im ka qenë që të promovoj vlerat kombëtare dhe të bëjnë që të reflektohen edhe vetë serbit, publiku serb. Pa diskutim që meriton një duart trokitje, pasi Ismail Morina është, sikur se dhe e thash, ekskluzivisht për herë të parë në një studio televizive, por nuk mbetet këtu, pasi Ismaili do vazhdoj të qëndroj për të diskutuar edhe rreth tjera rrethanave dhe çështjeve edhe mbi vendimin e kasit, por jo i vetëm, pasi ne do të kemi dhe miq të tjerë të ftuar në studio dhe unë i prezantoj ato më njëherë. Është me ne Dritan Shako Hoxha, autori i dokumentarit Autoktonus, Blendi Fevziu, gazetar, moderatori mirënjohur, Idro Seferi, korrespondenti Top Channel-it në Beograd, si dhe Jona Dervishi, zëdhënëse e Federatës Shqiptare të Futbollit. Mirë se erdhët, mirë mbrëma. Tani sigurisht që jemi në një speciale të emisionit Thurje, dihet tashmë se për çfarë dhe Shako, le ta nisim së bashku pasi unë pata dhe në intervistën me Ismail Morinën. Thash në fillim të emisionit për dokumentarin, cili është transmetuar mbrëm, ka për rreth 3 muaj që është gati, por ka patur një hezitim për të transmetuar. Jo, ishte një, më shumë se hezitim, ishte betim. Shpjegojmë edhe pak për realizimin ndërkohë. Ishim betuar që nuk do të transmetonin përpara se të jepi vendimi, edhe u prit që të jepi vendimi i kasit. Po pse, fundja një dokumentar i tillë një kompanie private si Digital nuk do kishte në një lloj ndikimi në vendim? Okej, ne u përpoqëm, e para që ishte kërkesë e pa negociueshme me Ismailit, që unë do flas, po do flas vetëm kur të jetë dhënë vendimi.
para saj unë nuk do flas asnjëherë, para aq sa mund ndikoj, pavarësisht se sido që të shkoj puna në fund fare, ne u ndëshkuam për ato që federata u ndëshkua, gjithsesi nuk e mori askush për bazë ato që nuk kishte një argument konkret se kush e kishte bërë, por në mënyrë hipotetike se që e kishin bërë shqiptarët, ata dëshkimin e dhanë me atë gjobën 100.000 eurosh. Ne atë që realizuam tek shtëpia e Ismailit në Shike, ku ai tani jeton, një fshat vogël kilometra larg Kukësit. Njerëzit shikojnë një tabelë kur vinë nga Kosova, po kur shkojnë në Kosovë, para se të hyjnë në Kukës ku shkruan Fusharës, dhe ajo rruga ndi pastaj diku çon edhe tek fshati Shikaj, që ishte një fshat shumë i vogël, por me vërtet shumë interesant. Atje e realizuam një grup shumë i madh xhirimi, kemi qenë shumë njerëz që e para e kuptoi familja e Ismailit që ishim shumë se u deshtonte një drek, 2 dreka më qenë sakt, se ishim 2 ditë ndryshme për një numër shumë të madh njerëzish, u duk pak a shumë si dasëm të shtëpia tyre. Keni ngrënë dhe gjëra bio atje? Po, shumë. Dhe i falenderojmë gjithë maman sidomos, që i bëri gati të gjitha. Sigur ke qenë me dietë, po. Atë ditë tani kur të bëjmë fliv, duhet ta prishim dietën. Gjithsesi morëm dhe një pjesë të më të mirën e digitalbit. Të ky pastaj për të mos përmendur gjithë temat, po realisht kanë qenë njerëzit më të mirë për ta realizuar nga ana teknike. Si lindi ideja për këtë realizim edhe si ren kontakt me Ismailin? Tani, i pari kontakt me Ismailin ka qenë Fevziu, Blendi. Blendi ka treguar. Që ka një lloj të drejtë ajo që thot Ismaili dhe që Shakoxha e ka pranuar, që çdo gjë që mund të dilte derisa betejë ligjore nuk ishte mbyllur, mund të shërbente si provë ligjore në vendimin e gjykatës. Pra mund të shërbente si provë ligjore nga pala tjetër për të ndëshkuar, po quaj tani palën shqiptare. Dhe çdo fjalë, nganjëherë edhe një fjalë që duket sikur lidhet me euforinë e momentit, që lidhet me kënaqësinë e gjithë secilit prej nesh, dhe që ti e thua në një kontekst tjetër, atje mund të vendosen në kontekstin ligjor merr një peshë krejtësisht tjetër, sepse në drejtësi emocionet, po quaj euforia nuk kanë asnjë lloj vlere, gjërat janë të ftohta, të thata dhe të ashpra. Kështu që nga ky aspekt ndoshta ka qenë një zgjidhje shumë e mirë që asgjë nuk është publikuar përpara se të jepej vendimi. Megjithëse unë nuk mendoj që do ndërhynte te vendimi, dhe mbi të gjitha ajo që thotë Shakoxha, ne për dronin e Ismailit e morëm dënimin. E hëngrëm 100.000 euro dhe nga kjo 100.000 euro që paguam me qef, më thonë drejt. Që kështu që nga ky aspekt nuk besoj se pra edhe sot e tutje mund të ketë ndonjë lloj ndikimi të madh, dhe po gjithsesi zgjidhja e parë që të mos përfshihej në betejën ligjore mund të ketë qenë një zgjidhje e mençur, dhe ka qenë një zgjidhje e mençur. Nganjëherë edhe deklaratat më mend ditën që jemi kthyer nga Beogradi, u detyrua Duka t'ju thoshte futbollistëve mos fusni mas një postim në Twitter, se çdo postim i tyre në Twitter menjëherë ishte marrë nga shtypi serb dhe ishte futej në dosjen që do përgatiste pala serbe fillimisht për apelin e UEFA-s dhe më pas për se kasi ishte shkalla e fundit. Pra gjithmonë ka nevojë që gjërat të jenë çik më të kujdesshme. Blendi thotë që një gjë të vërtetë, që ki parasysh çdo organ shtypi që është Shqipëria, apo çdo televizion që nxirrte, çdo njoftim, çdo kronik që bënim në lajme këtu, apo dhe emisionet e Blendit zbardheshin të gjitha në atë periudhë nga avokatët e palës rivale për të gjetur gjithmonë një gjë nga ato indicet që profitonin më shumë kredibilitet ata. Idro, a mund të na japësh një panoram të gjendjes dhe të fenomenit tashmë Ismail Morina në Serbia? Është vërtet ai i përndjekur nga drejtësia i kërkuar? Askush nuk e di, domethënë deklarimet zyrtare të Serbisë kanë qenë që ata e dinë se kush e kishte bërë, pavarësisht që vazhdonin ta thonin që ishte vllai Edi Ramës, madje edhe Blendi ishte vllai Edi Ramës në një moment. Edhe unë zakonisht merresha me mediat serbe dhe u kthye më shumë në një tallje, sepse nuk ishte në gjithë Serbinë euforia, domethënë për shkak se federata dhe kombëtarja e Serbisë nuk kanë një mbështetje shumë të madhe siç mund ta ketë tek ne, dhe pak a shumë nuk janë marrë shumë me këtë pjesën, edhe pas vendimit domethënë ishin vetëm pjesë e lajmeve, por federata nuk kishte asnjë deklarim, madje zëdhënësi i federatës më tha se ishte në Greqi për pushime dhe kaq. Domethënë ky ishte ai lloj reagimi për shkak se Serbia dhe ashtu nuk edhe zëdhënësi janë në Greqi për pushime, mas vendimit. E prisnin kam përshtypjen. Serbët kishin informacione para prake që 3 pikshin do ta humnin. Patjetër, duket pak e çuditshme që aspekti i dronit lidhet me çështje ligjore të Federatës Shqiptare, sepse në parim nuk ka shumë lidhje, besoj që nuk kishte ndonjë lidhje me Federatën, domethënë duket ja qartë.
Po, dhe është jashtë stadiumit, po ta shohim ligjërisht. Nese, ka një problem që lidhet me faktin që UEFA ka vendosur prej shumë vitesh, në fillim viteve 80 ka qenë ideja, duke mos zgjidhur dot problemin e atij që ishte huliganizmi jashtë stadiumeve, pa të vendosur një standard që pavarësisht se huliganizmi mund ndodhte jashtë stadiumit nga tifozët e një ekipi, ndëshkimin e merrte ekipi. Për t'i detyruar këta fansat e ekipit që të mos ndikonë ajo që ndodhte në Serbi dhe që ishte absurde, është e dyta herë që unë shokohem nga realiteti serb, biles dje po ja thosha këtë një takim me student ekselencës të Kosovës, ishte fakti që pjesa më e madhe e reagimit Serbis ishte absurd. Domethënë, të mos lejojnë të mbash një simbol kombëtar të vendit tënd stadium, qoftë edhe 10 tifozë po t'jenë, 2 tifozë po t'jenë, dhe të mos bësh po e quaj tani shenja që lidhen me simbole nacionaliste, kjo apo një gjë tjetër, është absurde, sepse ky është dimension i lirisë individit. Çdo njeri ka drejtën e tij të ngrejë simbolet e vendit tim, mjafton mos jenë fyese, mos krijojnë agresion ndaj palës tjetër, po se ti mund nxjerrësh stemën e vendit tënd, flamurin e vendit tënd, një simbol që lidhet në vendin tënd. Kjo është krejtësisht absurde. Pra e drejta e çdo njeriu që ka një bilet për të shkuar në stadium, mund mos ishte tifoz i organizuar i Federatës Shqiptare të Futbollit, po një tifoz i zakonshëm. Mund të ishte një tifoz danez që mban një simbol të ekipit tjetër për t'i bërë tifozik. Domethënë, kjo është një gjë e padëgjuar. Unë jetën time nuk kisha dëgjuar kur as ndeshje shumë të ashpra që kanë shkuar me përplasje të forta dhe skandaloze. Ka qenë Armenia me Turqinë, një ndeshje e cila ngrihet mbi 100 vjet debate që lidhen me genocidin armen dhe nuk ka ndodhur që të pengohen simbolet e vendit tjetër. Ky ka qenë një nga faktet që mua më shokoi aty kur hym në stadium, që nuk lejonin, pra thoshin mos e ngrit flamuri shqiptar. Flamuri shqiptar mund ta ngresh për simbol, mund ta ngresh për një foto, mund ta ngresh për një gjë. Ajo lidhet me raportin që ti ke me ekipin që është në fushë. Ti do të mbështesësh ekipin tënd pa të cënuar të drejtën e tjetrit. Ky është një kthim mbrapa shumë i madh në raporti kjo gjë. Si çështja e himnit, i bie që mos këndojmë as himnet kombëtare pastaj. Himnet ndodhin, himnet fërshëllen gjithë botën, nuk është. Në Spanjë fërshëllen himnin e tyre, kështu që të rirat. Që thua nuk është i lejuar flamuri, i bie që mos këndosh as himnin. Po, ajo që thotë Indro. Jona, si e priti Federata gjobën 100.000 euro? Ju duk një vendim i drejtë? Tash as diskutohet që gjobat nuk janë asnjëherë vendime drejta. Por është normale pastaj duke qenë se që kur e pam ato flamur që siç thotë Shako flamuri më i bukur në botë, është zemra që gëzon kaq shumë edhe duken si shifrat pa konsiderueshme përballë asaj euforisë dhe dëshirës madhe, domethënë, dhe ndjenjës patriotike patjetër. Normalisht nuk pritet mirë gjoba, po që ka gjithmonë një justifikim ndër të. Të paktën morëm 3 pikët dhe kjo është arritja më e madhe, të tjerat janë papërfillshme krahasisht me ato që ndjem shpirtërisht. po marrëdhëniet e Federatës me grupimet e tifozëve si janë? Marrëdhëniet e Federatës, shiko, ato janë emocionale. Është çështje emocionale. Dhe emocioni ta erëson arsyen. Tifozët e Federatat gjithmonë. Tifozët kuqezi, jo, të gëzën, ato që janë të organizuar. Tani vetëm ka një gjë, çdo vend i botës, flamuri i tij duket më i bukur në botë. Kjo është pak me atë Barcaletën që dikush i dha një moll një gruaje dhe i tha të lutem shko çoja këtë djalit tim. Tha kush djali jot në shkollë? Tha më i bukur i shkollës. Edhe shkoi u kthye tha ja dhash djalit tim, tha sa ai më duk më i bukur. Kështu që nga ky aspekt çdo vend i botës i duket flamuri më i bukur në botë. Po ne duhet kemi parasysh një gjë, 100.000 euro nuk është shumë e vogël, por nuk është një gjë e madhe në raport me atë që po ndodh. Unë ndjek Shqipërinë që prej kur kam qenë fare i vogël, domethënë diku ndeshja e parë që mbaj mendur në Shqipërisë mund të ketë qenë ndeshja me Gjermaninë në 1980-ën, që kam qenë fare fëmijë kur jam ulur në stadium. Na mundën 2-0. Dhe nuk ka ndodhur kurrë në historinë e kombëtares shqiptare që Shqipëria mbas 4 ndeshjes ketë 3 fitore dhe 1 barazim dhe mos ketë asnjë humbje. Pra në mes të grupit, se edhe 4 ndeshje të tjera kanë mbetur. Nuk ka ndodhur kurrë që Shqipëria të jetë në vendin e dytë në grup mbasi ka kaluar një periudhë kohe. Janë më shumë ndeshjet. Se kemi mundur dhe Franca, kemi barazuar me Francën. Po nëse ato janë ndeshje miqësore, po flas ndeshjet ndikojnë renditjen e FIFA-s, po jo në renditjen e grupit. Dhe kjo është një gjë që praktikisht federata duhet ishte në këtë moment e befasuar, natyrisht megjithatë ata e kanë besuar, nuk kanë folur edhe me dukun, po Shqipëria ndodhet në një situatë që nuk ka qenë kurrë ndonjëherë më parë. Ka qenë diku në vitin 1985, mbasi ka bërë një barazim dhe një fitore me Belgjikën, pra një barazim me Poloninë, një fitore me Belgjikën, pati një moment që u shpresua, ishte 2-3 muaj shpresë. Kjo është era parë që Shqipëria realisht ka pretendime. Për mua është më afër kualifikimit se sa jashti, por prap është një gjë që ta thuash ose ti je euforik është marrëzi sepse janë akoma 4 ndeshje dhe ne kemi treguar që gjithmonë e psojmë kur bëhemi euforik. Tani, të them një gjë përsa i përket gjobës, vitin e kaluar në Europa League skuadra e Kukësit u ndëshkua 100.000 euro gjobë sa udhën shishe.
Kështu që futbolli shqiptar ka marrë shpesh gjoba, kjo ndoshta mund të jetë gjoba më e ëmbël që mund të ketë marrë, personalisht për mendimin tim. Kështu që nuk mendoj që është një gjë për tu marrë shumë seriozisht. Ajo që duhet të sqarojmë për njerëzit është që nuk ka asnjë kthim brapa, ka një diskutim shumë të madh. Do këtë apo kthim nuk ekziston asnjë shans që çështja të rikthehet. Këto ta diskutojmë pjesën e dytë, pasi të flasim edhe për vendimin për 3 pikëshin, por sigurisht është kuriozitet shumë i madh dhe nuk e tham si ka rënë kontakt me Ismailin, si e solle Ismailin, kur të gjithë e donin, e kërkonin. Kontakti i parë me Ismailin ishte, kontaktet e parë me Ismailin ishin kështu të thorta. E para një herë që një ditë mbas ishim këtu nga Beogradi, një miku i Ismailit më thotë dhe kushëri Ismailit, personazh i njohur nga njëti fshat me Ismailin, një personazh i njohur dhe në botën e biznesit në Tiranë, Kadri Morina, që për gjithë ata që njihet në fushën e biznesit, më thotë që ai është një nip, i unë i tha dhe është këtu me mua këtu, tha ai që ka flamurin. Edhe unë që ka valvit flamurin, unë thash, kam dëgjuar një 10 tani që kanë bërë këtë gjë, dhe mora kështu si me sportivitet, me batut, dhe se besova sinqerisht. Pak më vonë, rastisht, me qenë se jetojmë në një lagje, më thotë Fevziu që e kam takuar unë atë djalin, edhe po, ai është ai djali. E kam takuar unë dhe, si me thonë, kemi kaluar shumë tërthorësi, pastaj rastisht jemi takuar bashkë në Facebook, më duke se më ka shkruajtur Ismaili, që kur të takohemi dhe thash tani. Edhe isha këtu lart e zyrat, nga zyrat pas 10 minutash kam shkuar kam taku. Kështu që kemi qëndruar shumë kohë bashkë me Ismailin. Jemi takuar në shumë versione miqësore me njëri tjetrin. Jemi bërë miq tani. Unë personalisht e kam tek lista e miqve. Ishin gjitha gjatë që më tregoi Blendi respektin që krijova që kur ma tregoi Blendi historinë dhe mënyrën se si e trajtonte ai atë që kishte bërë. Më krijoi respekt që në fillim. Pastaj më mbrapa kur shkova në shtëpinë e tij, njofta familjarët e tij, njofta jetën e tij, kam një mendim shumë më të mirë se sa që kisha vetëm thjesht për atë që u bë atje, se okay, ajo është gjë shumë e madhe. Personalisht e konsideroj një nga gjërat që më ka dhënë më shumë doza të larta emocionesh, të paktën në sport. Nuk kam gjejë në sport, nuk gjej asnjë rast me më shumë emocion. Por pjesa tjetër pastaj ishte realisht një zbulim shumë interesant. Jo vetëm për mua tani është shumë ik me gjithë tu me gjithë çunat tu në digital, edhe me gjithë stafin e gazetarëve, apo me gjithë njerëzit ku përfshihet. Është shumë e lehtë që të bëhesh mik me Ismailin, kështu që kudo që është mik me të gjithë. Dhe shtat tregoj një histori interesante me shakun që na ka ndodhur. Mbasi që ishim takuar, njohur, shëmbyer mendime kështu, isha një moment që shkova vizitova familjen për 2-3 ditë, edhe në Milano, edhe ky ishte për punë të veta në Milano, edhe 31 dhjetor. Bravo, 31 dhjetor, sepse doja të kthehesha në shtëpi ta festoj me prindrit, që kishte 15 vjeç që nuk festoja një vitri me prindrit. Dhe unë në fakt kisha hequr mjekrën, shkurtuar flokët dhe futëm në aeroport aty, po mbaron të check-in, kishte punë 2-3 minuta dhe mbaron të check-in. Dhe shoh shakun që po bën të check-in. Edhe i thash asaj zonjës aty që të kaloj pak para se po mbaron check-in. Dhe shoh shakun, po unë nuk e kisha fare mendjen që kisha ndryshuar lukun, edhe e përshëndes shumë mirë. Edhe ky mbaron punë, na merr pasaportën dhe ai pasaj gjoja për të ndihmuar për kalu aty dhe ikën. Marrova punën, shkum, pasaj ku shkum, poshtë atje, thamë shaku, me njef, që ndodhe në këte... Po, njofit, ata që më thonë që jam njef, unë i them gjithmonë po, fillim njerë. Pastaj po pyeti kush jam, nëse nuk e njoh, atëherë i bie që... Në moment që i them që... Kush jam, nuk e njoh, thamë bot, fare. Shaku në pyte kam unë, Ismailin e gjete, po i sajnë? Kë? Aty ke dokumentarisht një pjesë, që unë e përmend Ismailin fillim dhe unë e kam përmendur në fund. Ajo pjesa kur ti që fëmijë ka thënë babaj Ismail Qemali trim dai me pushën dorë në Vlorë ka hi. Me këtë është fjali është rritur që i vogël. Edhe unë e bëra të rritë thash Ismail Morina trim dai me flamur në Beograd ka hi. Kështu që i bën Ismail Qemali pushë s'ka mbajt në herë me sa të Idro, po për sa i përket opinionit publik dhe qytetarëve të thjeshtë, ta transmetojnë po atë agresivitet sa kurse ne shohim nëpër media në Serbi? Po, edhe të ndeshja, kishte njerëz që kishin ardhur për ta parë ndeshjen, kujtohet kur po bënim punën te pjesa e gazetarëve në stadium, një nga kolegët serb kishte marrë çunin e tij 10 vjeç për të pa ndeshje, domethënë për të pa sport, dhe pastaj më tha që bëra çuni tim që she gjithë këtë dhunë këtu, kështu që
kishte mjaft njerëz, domethënë, unë jetoj në Beograd dhe vazhdoj të jetoj në Beograd dhe pas ndeshjes edhe para ndeshjes, po gjithsesi kishte mjaft tension sepse ishte sasia e informacioneve negative anti-shqiptare ishte, domethënë, për 8 vite sa kam jetuar në Beograd, më duket se ishte më shumë se sa për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, kur patjetër që kishte tension, por tani ishte rikthyer ajo edhe gjua urrëties që ishim mësuar të dëgjonim para 15 vitesh, jo as në të periudhën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu që ishte mjaft tensionuese gjithë ato ditë dhe periudha politike deri pas vizitës së kryeministrit Rama, gjithçka fillon të kthehej tek urrëtia shumë e madhe, por njerëzit nuk merreshin shumë sepse jo të gjithë natyrisht, po mund të them që kishte një mbështetje nga njerëzit në përgjithësi, sepse unë kisha i pjesë tjetër që më ftonin në për emisionet në televizionet serbe dhe natyrisht kur del në emisione pastaj njohin njerëzit në për rrugë, kështu që nuk mund të jetosh inkognito, ta them. Por gjithsesi mund të them që pavarësisht negativitetit dhe aspektit politik, tash mund të thuhet që kishte një ndikim pozitiv, sepse pas vizitës së Vučić dhe gjitha këto që ndodhen i dhanë edhe një vëmendje shumë të madhe, sepse edhe në Shqipëri nuk kishte mungesë informacioni sa i përket marrëdhënieve, them shqiptaro-serbe, dhe ndodhet ndonjëherë sepse unë jam nga Kosova me origjinë, por raportoj për Top Channel dhe kam domethënë marrëdhënie me Shqipërinë prej 15 vitesh dhe ndonjëherë ai niveli që e perceptoja unë një gjë të tillë nuk perceptohej në Tiranë, se dukej sikur nuk ishte aq i vërtetë. Kjo tash e ndryshon situatën. Blendi, do shtoja diçka këtu, pastaj ma bësh pyetjen që unë kam qenë disa herë në Beograd mbas hapjes tij, po quaj ndoshta kam qenë nga të parët grupe shqiptarësh që hynë në Beograd mbas arrestimit Miloševićit, kur ende ai nuk ishte ekstraduar nga Beogradi drejt Hagës, pra ishte ende në arrest shtëpie në shtëpinë e tij. Pra atmosfera ishte akoma e ndezur. Problemi më i madh i Beogradit, edhe që ajo kam vënë, kishte dy ambiente. Pra ishte një pjesë e fryrë nga nacionalizmi dhe sidomos e stimuluar nga izolimi që krijoi Miloševići prej 16 vjetësh, por edhe kishte një klasë intelektuale e cila e shite me sy kritik dhe shumë kritik edhe atë që Miloševići kishte bërë, por edhe vetë sjelljen e serbëve. Dhe ajo që më bëri përshtypje në momentin e dronit ishte absurditeti i reagimit një pjesë të madhe të po quhet tifozëve në stadium apo reagimit të një pjesë të mediave, po jo të gjitha mediat, se edhe ne kemi këtë zakon, marrim pjesën më absurde të mediave serbe, sjellim këtu, pastaj karikohemi vetë nga ai absurditet dhe ju kthejmë përgjigje atyre dhe në fakt hyn një qertull me nivelin e mediave më mizerabël edhe nga ana profesionale. Ndërkohë duhet kemi parasysh një gjë. Po të që, mënyra se si reagoi dhe reagimi serbe ishte shokues. Jam përpjekur të jap edhe një shpjegim pak historik atij reagimit. Unë isha në momentin, kam qenë ndoshta nga të parët që dallova kur po vinte droni, sepse kisha pak të hapur derën. Ne na kishin nxjerr mbrapa për arsye se na godisnin me sende të forta nga tribuna. Një moment ne bërtitëm kur u bë rasti Canës dhe ata panë që kishte tifoz shqiptar, dëgjuam bërtitjet, aty u dalluam që ne ishim mbrapa dhe filluan ta godasin dhe na futën. Dhe në momentin që erdhi droni me banderol nuk dalloi çfarë ishte. Dhe kam përshtypjen që reagimi i parë i tyre, sepse ishte pak i palosur flamuri, Ismail Qemali nuk ju thot në i gjë, jam i sigurt që serbët nuk e njohin, sidomos ata serbë që ishin stadium, që niveli arsimori të cilëve kam përshtypjen duhet lërë shumë për të dëshiruar, dalluan vetëm qeleshen e Isa Boletinit. Në momentin e parë që qeleshja u kthye tamam, vura re një reagim dhe unë aty e kuptova që serbët pas kanë një raport me qeleshen si simbolik, se nuk e, ai ishte reagimi i parë i tyre. Dhe reagimi ishte absurd, është nga Kosova ndoshta. Dhe reagimi ishte absurd, sepse në një rast tjetër mund ta kishin marrë me sportivitet, mund të shekapur banderole, por reagimi i stadiumit ndikoi edhe tek lojtarët në fushë, cilët e përjetuan pak keq, sepse presioni i stadiumit është shumë i madh. Në çdo vend tjetër. Ti personalisht çfarë prisje? Prisje në një lloj qetësimi të situatës, prisje të përkeqësohej? Shiko, unë mendoj para shumë atë që u thanë në Shqipëri. Po të ishte ndodhur kjo në Shqipëri do e kishim marrë me sportivitet në mënyrë absolute. Kjo është gjëja më e sigurt. Tani, duhet kemi parasysh që raportet e Serbisë janë shumë deformuara me Shqipërinë, Idro mund të thotë shumë më mirë se unë. Serbët kanë një perceptim të shqiptarëve që vjen vetëm përmes shqiptarëve të Kosovës. Çfarë më ka ndodhur? Unë kam intervistuar pjesën më të madhe të liderëve politik serb. Boris Tadić, Zoran Đinđić, Vuk Drašković, pra po quaj këta që ishin lider politik. I kam pasur në studio për t'i intervistuar.
pjesa më e madhe e tyre ka një perceptim krejt të ndryshëm për Shqipërinë, që vjen kryesisht nga raporti që ata i tensionuar kanë pasur me Kosovën. Në vizitën e fundit, për shembull, Vučić ishte i shokuar nga mënyra e ndërtimit Tiranës, ndërtimet buzë autostradës, rruga, dhe i thoshte njerëzve të afërt, ju nuk ka mundësi, kjo nuk është Shqipëri. Domethënë, ju dukej sikur është Shqipërinë, ata kanë vetëm një përshtypje, sikur janë njerëz me qeleshe që ecin në rrugë edhe është një gjë tjetër. Po ky është një paragjykim që vjen nga shumë vende, ish jugoslave. Për shembull, një ambasador francez shumë interesant, Patrick Crisman, i cili ka qenë mes viteve 60, ishte ambasadori i Francës në Maqedoni. Dhe një ditë i vjen njoftimi që duhet transferohej si ambasadori i Francës në Shqipëri. Ishte viti 96. Dhe ai kishte një shofer maqedonas, ma tregonte vetë Patrick Crisman, i cili u bë drejtori i Artes në Francë. Edhe shoferi thot gjithkohon kur më sillte nga Shkupi këtej, më qante hallin, thoshte ku të gjeti ty me këta shqiptar, si do rish ti në Shqipëri, si ashtu. Kur hym Tiranë ishte mbasdite, korrik, vap, njerëzit po dilnin, ishte akoma ajo xhiro e bulevardit deri diku tradicionale. Ai u hutua pak, tha duke pa atë, tha shef, tha më duket se të kam sjell gabim. Sepse përshtypja që ai kishte për Tiranë ishte ideja që Tirana është mbushur me xhamia, me njerëz që mbajnë një gjë në kokë. Ky është një paragjykim i tyre. Ajo që mua më ka bërë përshtypje është që, dhe këtë duhet ta them, se nuk është mirë që t'i frym, një lloj klase intelektuale serbe dhe reagimi i tyre pas euforisë skandaloze të parë që erdhi, ishte jashtëzakonshëm dhe mua më ka impresionuar. Ishin zëra tërë kundër, ironik me veten e tyre, me atë që ndodhi, që u tallën me reagimin e vetë serbëve. Këtu pasaj bjem në kontradikt me klasën politike serbe, jona jam shokuar nga Vučići, nuk duhet ta them, por duhet ta përsëris, reagimi i tij ishte idiot. Domethënë, unë nuk kam parë, nuk mund të marr një kryeminist tjetër. Gjë cilën e rikonfirmova gjatë vizitës së Ramës në Beograd, kur ktheu në tragjedi një deklaratë krejtësisht normale të kryeministrit që Kosova është një realitet i njohur nga 100 shtete demokratike të botës. Ky është fakt, ky nuk është koment, ky është fakt i njohur. Dhe reagimi i tyre tregonte një reagim të një klase të papërgatitur për të përballur me një realitet normal që jeton brenda izolimit saj. Kjo vjen tani pasaj ka shumë arsye dhe mos e zgjasim. Klasa politike në Serbi, edhe nga stadiumi, e marr peng nga i stadiumi, nga turmat i stadiumi janë gjithë marr peng në Serbi. Apo se shojnë? Po tani shiko, askush nuk thot mendimin që kanë në të vërtetë. Ajo turm, besoj, ne dy kemi qenë stadium. Idro duhet këtë qenë atje. Ajo turm ishte... Ismaili ishte në majtë kishës. Ata kanë qenë, ishte në majtë kishës. Ata kanë qenë diku të moshës, pas pjesa më e madhe të ishin nga 15-20 vjeç. Ata janë njerëz të rritur në një propagandë me doza urrëtie, një propagandë në një Jugosllavi të Miloševićit, që nuk kanë pasur asnjë kontakt me Jugosllavinë e Titos, e cila ka qenë një realitet i ndryshëm nga ky i Miloševićit. Po krejt një botë tjetër. Dhe ata njerëz ishin fanatik. Ka ardhur dhe momenti që të flasim pak edhe për vendimin që u mor, 3 pikësh që na gëzoi gjithëve, por pak momente publicitet. Në kontarën që një dashuri është shkuqezia e tij. Pikuat centimetër për centimetër në video, çdo banderole vendosur në stadium për të parë nëse ishin banderola me thirrje raciste. Rezultati është vendosur përfundimisht me gjitha rregulloret. Vendimi i Kasit është i fundit një shkallë gjyqësore dhe i pakthyeshëm, dhe këtë serbët e din mirë me mediat e këtij vendi që kanë reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës së arbitrazhit sportiv në Lozan.
E përditshmja serbe Kurir ka reaguar keq ndaj vendimit të Kasit, duke cilësuar një skandal në faqen e saj të parë, vendimin për t'i dhënë 3 pikët në tavolinë Shqipërisë nëpërmjet fitores 3-0. Ndërkohë që edhe e përditshmja tjetër Telegraf ka përdorur ironi në titujt e saj, duke cilësuar si dronin e dytë të shqiptarëve vendimin e Kasit. E irrituar shfaqet dhe B52, që e cilëson vendimin e gjykatës së arbitrazhit sportiv si një vendim në favor të një kombëtare që nuk bëri asgjë në fushën e Beogradit. Data 10 korrik viti 2015 në fakt do të mbahet më ngjatë në opinionin sportiv, pasi ishte edhe pikërisht ajo datë ku u mor vendimi në favor Shqipërisë, pasi KAS shqyrtoi ankesat si të Shqipërisë si të Serbisë dhe i dha në tavolinë 3 pikë Shqipërisë, sikurse Serbia u dënua për keq organizim të lojës, si dhe për dhunën e ushtruar ndaj ekipit të kombëtares tonë. Dhe pikërisht për këtë do të flasim dhe rikthehemi më njëherë në studio për të folur pak. Idro, në fakt filluam i humbëm shpresat për një rezultat favorshëm, por ky rezultat vjen, ky vendim vjen. E ndërkohë Serbi si pritej ky vendim? Pa në një pritje të madhe, si që thashtë më herë, për shkak se Serbia i ka humbur gjitha shpresat dhe ka 5 vjet që ka kritika ndaj federatës dhe tensione, sepse Serbi prodhon shumë futbollistë mirë, por ata gjithmonë shiten mosh shumë të hershme dhe nuk ka një ekip që mund të jetë shumë sfidues, kështu që pritej që Serbia donte ato 3 pikët, por gjithsesi, domethënë, vëzhguesit i dëgjojnë edhe thirrjet e mëhershme dhe ky nuk ka qenë rasti i vetëm. Përmenda pak më herët shkëndijat e Tovës kur kishte ndeshje kundër Partizanit Beogradit, ka qenë një atmosferë krejtësisht e njëjtë, me të njëjta thirrje, por ishin vetëm 3 shqiptarë që po ndiqshim nga pala e shkëndijësit e Tovës dhe këto në konferencë për shtyp arsyetoshin që nuk janë thirrje shoveniste. Dhe mrekullira nuk priteshin, se në fakt nëse i rikthehemi UEFA-s, ajo ishte në avantazh të Serbisë. Në parojse sa dëgjoj, Serbia ka pas një reagim shumë të madh për mendimin tim, sepse ata humbën. Ata nuk mund të do të jetojnë me humbjen, sepse janë të njëjtët persona, që ka politika, sepse që ka kryeministri i Serbisë, e deri më poshtë, të cilët kur ju dha të drejt ishin të gjithë që dorën me shpatje e bëra unë, këndëryra unë, u përpoqëm ne, ja dorëm ne, kishim drejt ne. Tani që humbën pati një heshti, një blackout total dhe në shumë pak media u shkruar, sepse ishin humbësit. Dhe askush nuk mund do po të dilte, do po bante dhe faturën e pjesës motivës se humbën. Kështu që Idro ndoshta është më informuar se unë, se sigurisht i njeh më nga afër gjithë opinionin në Serbi, po të kishin fituar do kishin një reagim tjetër, sepse kjo e kam diskutuar edhe në emisionet e tjera, po edhe me Blendin në emisionet e Blendit, nuk ka qenë një ndeshje futbolli. Ajo nuk ishte një ndeshje futbolli përpara se të luaj, më pas lojës, më pas asaj që ndodhi, më pas gjyqjeve gjërave, përfundimisht si ishte thjesht një ndeshje futbolli. Madje si ishte fare ndeshje futbolli. Ishte një luftë politike mes shqiptarëve dhe serbëve, u kthye kështu. Nuk ishte më, sepse përderisa mori perceptim brava. Po, prapa mori. Federata jonë dhe Federata Serbe ishin të trembura që Shqipëria dhe Serbia era në një grup. Ishin të trembura dhe mendonin që UEFA duhet kishte gjetur një zgjidhje ta shmangte këtë përplasje, siç në shumicën e rasteve shmang përplasjet midis ekipeve problematike. Problemi më shumë nuk ishte te Serbia dhe Shqipëria, të cilët Jugoslavia dhe Shqipëria kanë bërë ndeshje futbolli në vitet volejbolli, basketbolli sa duash. Problemi ishte që sot ishim në një kontekst të ri dhe gjysma e ekipit kombëtar të Shqipërisë sot përbëhet nga shqiptarët e Kosovës. Kjo kishte një tjetër lloj perceptimi edhe në Beograd, po edhe tek ekipi ynë kombëtar. Po të vëshre, unë mbrita në hotelin e Interkontinental quhej përpara, nuk e di tani Kron Plaza quhet në Beograd. Unë mbrita fare pak para se të niseshin për stadium, për arsye se u vonuam në aeroport dhe atmosfera ishte shumë e ndezur. Unë gjeta disa ish futbollistë vjetër Partizanit Beogradit me origjinë nga Kosova, jo Fadil Vokri që ishte një natë para në studio tek unë, po jo ishte Nimani, ishin po Cana, të cilët jetonin me idenë që ndeshja do ishte një provokim nga ana e serbe. Domethënë ishin të bindur. Në kohë ne e kishim marrë me sportivitet se nuk e kishim këtë ndjesi. Pra shqiptarët që vinin nga Kosova kishin ndjesinë që ndeshja do ishte provokative, do provokoheshin fush në stadium, kurse ne kishim bindjen që kjo është një ndeshje futbolli, po të jetë për Shqipërinë. Shqipëria ka shumë më tepër tension në ndeshjet me Greqinë.
Deri nga ora 3 ishte situata e qetë. Ndeshjet me Greqinë janë parë më shumë të... Kur po bënim lidhjen direkte të orës 3 për lajmet e topit, kaluan ca me makina dhe filluan të na shanin sepse ne kishim targa shqiptare dhe unë nuk ja u përktheva kolegëve nga Tirana se nuk desha t'i shqetësoj dhe thash kush di çdo bën ndër. Kështu situata dhe fillova pastaj në orët e mëvonshme kur hoqen edhe reklamen e Digitalbit, ishte ajo atmosfera që dukej që ata nuk po përballonin dot që kjo ndeshje duhet ndodhte. Kur është derbi i përhershëm që quajnë Crvena Zvezda Partizani në Beograd, gjithmonë janë 7.000 policë dhe gjithë to turma njerëz që vinë, domethënë qëllimisht sepse ka histori futbolli i Serbisë. Mirë, të mos devijojmë nga tema, se po flasim për vendimin. Vendimi ishte një gjë që erdhi jo rastisht. Të themi që unë kam pas fatin që rastisht vetë personalisht isha brenda gjyq, shkova vetëm për të qëndruar jashtë, po nuk e di se si, po përfundova brenda. Sigurova aty në moment të fundit një mundësi për të përfunduar brenda, fal vendimës së Federatës Futbollit, që më mjaftoi një fjalë e tyre që thonin që ky është me ne, është edhe ky pjesë e stafit tonë pa u prezantuar si gazetar dhe kam qëndruar gjithkohës në gjyq. Po të shiqen aty brenda si unë, da kuptonin gjithë, do ta kishin percepcionin që ne do fitonim, sepse dukej që në asnjë rast ata nuk mbrinin do të kishin drejt. Nuk mbrinin do të kishin një argument që kishin drejt. Realisht, edhe UEFA në asnjë çast nuk mbrinin do ta bindë gjyqtarin që e pyeste kur ishte momenti që u tha që është momenti për të kthyer në fushë. Dhe të luani e thanë gjyqtarit, jo nuk e tha asnjëherë. Po pse se tha gjyqtari se nënkuptoi. Pra me nënkuptimin gjyq, siç e tha dhe Blendi që parë, nuk ekzistojnë nënkuptime. Gjyqi është me fakte konkrete. Avokatët e Shqipërisë kishin bën dhe atë që nuk e bën avokatët e Serbisë. Që në fillim thanë, nëse ne s'do jemi dakord me vendimin, rezervojmë të drejtën që ta apelojmë në gjykatën e Zvicrës, gjë që serbët nuk e bën. Avokati i Serbisë me avokati i Shqipërisë kishin diferencë jashtëzakonisht shumë të madhe edhe për nga niveli i të qenit profesional me një tjetër. Realisht, pastaj, kapiteni profesorës shqiptare bëri 1200 km me makinë për të ardhur dhe për dëshmuar. Kapiteni i Serbisë doli me Skype live, nuk erdhi fare. Presidenti i Federatës tonë ishte aty, presidenti i Federatës serbe nuk ishte fare. Ti ke parasysh gjë që po ti nuk ke drejt, ti e di që s'ke drejt. Kur nuk e drejt i e di, do shta lufton shumë që të marrësh të drejt, që nuk e ke, por dhe ti brenda vetes e ndjen që s'ke drejt. Dhe kur s'ke drejt, nuk lufton dot me titët forcë dhe pasion, kur ti e ke drejtën me vete. Vetëm se kjo ishte një gjë, se duhet të jemi edhe pak ironik me veten, se duket sikur i bëjmë. Kjo ishte një gjë e panjohur dhe për ne. Unë kujtoj atë natë kur dolëm nga stadiumi Beogradit, Shqipëria njerë nuk është mësuar, siç ndodh me pjesën më të madhe të ekipeve, se s'na ka ndodhur në parë, zakonisht mëson nga psimet. Ne lëvizim pa një avokat me vete. Ekipi kombëtar i futbollit nuk duhet lëviz më pa një njeri ligjor për çdo gjë, sepse momentin e parë është tjetër gjë të thuash një gjë, është tjetër gjë avokati se mendon që do dalësh në gjyq nesër dhe gjërat duhen bërë ligjore. Është tjetër gjë për ne shkojmë. Ti shkon dëshmërisht duhet çfarë ndodhi? Mbasi ndodhi kjo kaosi, ndërkohë që po shkonim në aeroport, gjëja parë pyesnim thoshim po tani si bëhet? Po ne kemi fituar 3 pikët. Shako thoshte i ke 3 pikët, ti kam unë, ti fus në xhep. Njëri thoshte dhe i pyesnim njerëzit po si i kemi 3 pikët, se cili jepte nga një version vetin, do më dhe çdo shqiptar që ishte tifoz në ndeshje, ishte avokat në vete, dhe citonte nga një ligj, po asnjëri nuk shë lexuar ligje nga gjithë ata që citonin ligje. Njëri thoshte ligje, thotë kështu, tjetri thotë ligje ashtu. Avokati Çimi Shagoxha kishte një version. Ishte jo shumë entuziast që fillim. Ishte një gjë e veçantë, nuk është e para herë që ndërpritet ndeshje futbolli. Ka të paktën po të futesh sot në Google gjen të paktën një 18 raste Podgorica Rusia me Malizim me Rusinë. Po problemi është një gjë që betejat ligjore janë krejt ndryshme nga betejat sportive dhe janë krejt ndryshme nga betejat e opinioneve që ne ulemi me njëri tjetrin dhe themi kishim drejt apo japim drejt vetes. Këto janë beteja shumë të koklavitura, veprojnë studio ligjore të cilat janë super specializuara, shpeshherë që nuk kryejnë çdo veprim, po kryejnë vetëm veprime të tilla. Ne nuk kemi që mësuar me këto, ne i binim shkurt, dënoheshim, na bindëm Bashkimin Sovjetik dikur për të luajtur, nuk luanim, dënoheshim dhe rrinim rahat. Jona, flasim pak për FSHF-n si e priti vendimin. FSHF-ja në qellin e 7. Themi vërtetën, unë personalisht në atë moment isha duke dërguar biles një email në zyrën time dhe ishim në pritje në fakt. E mendonim që nga moment duhet të shpallej dhe vendimi, se zakonisht kur jepet vendimi duhet të jesh i stabilizuar totalisht. Ishim aty dhe drejtori i marrëdhënieve me jashtë, Denisi, në federatën tonë, dërgon një mesazh, Denis Bastari, më dërgon një mesazh dhe më thotë, morëm 3 pikët, hidh lajmin.
Momenti parë u shokova të them vërtetën, sepse edhe unë e kisha atë dozën time skepticizmi, sepse jemi mësuar që jo gjithnjën shqiptari ta ketë të drejtën e vet ashtu siç i takon. Dhe në një moment ngela dhe i them kolegëve të mi, ore kemi marrë 3 pikët, dhe ata moment që thonë, seriozisht e ke? Po. Dhe ishte shpërthys momenti çfarë procedurë është ndjekur për mbrojtjen ligjore? Masat që janë marrë, faktet që janë mbledhur, koha që është dashur. Faktet që mbledhur, shiko, kjo është çështje që i takon avokatit i cili është marrë me këtë, është marrë edhe avokati Tanajdari, që e ka ndjekur juridikisht çështjen pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Nuk është se më takon mua domethënë flas për këtë lloj, por që gjitha janë marrë në masën e dur, në kohën e dur, derisa arritëm deri këtu nuk është thjesht çështje fati, domethënë kolpo di fortuna, është patjetër edhe fal njerëz të aftë që kemi në staf. Avokati Federatës Shqiptare të Futbollit, nga kundërshtarat thirrej profesor Rigoci. Edhe serbët e thrisnin profesor, edhe ai i Komisionit Disiplinës e thriste profesor, sepse ai njihej si profesor, ishte edhe pedagog në Universitetin e Neuchâtelit, kështu që njihej nga të gjithë ata si profesor i tyre, kishte qenë profesor i avokatit serb. Ishte realisht. Le të rikthehemi edhe një herë procedurave Blendi. Ti them unë para shumë se i kam ndjekur. Kur shkon për të bërë një procedurë tillë ligjore dhe Shakoxha ka 2 probleme. E para njëherë është mbledhja e të gjithë fakteve, filtrimi, identifikimi tyre, i cili nuk bëhet nga një studio shumë e famshme avokatore, sepse studiot shumë famshme nuk merren shpeshherë me detaje, merren vetëm me goditjet e mëdha. Kështu që me të ardhur Federata Shqiptare, me sa kujtoj unë, mori një studio ligjore shqiptare me një staf dhe një studio të huaj e cila do merre me procedurë. Një studio në Tiranë, një studio në Londër dhe një studio në Gjenevë. Të cilat do merreshin me pjesën e procedurës atje dhe një studio në Tiranë e cila u mor me faktin, me mbledhjen e fakteve dhe identifikimin. Çfarë u bë? Dhe këtu besoj është bërë një punë edhe këtu janë parë gjithë materialet filmike. U panë të gjitha llojet e filmimeve që ekzistonin dhe që ishin mbledhur edhe me celularet privat. Edhe me kamerat po quaj që transmetonin profesionale gjitha. Janë montuar në studio digjitale gjitha. U pan gjitha. U identifikua centimetër për centimetër në video çdo banderole vendosur në stadium për të parë nëse ishin banderola me thirrje raciste. U identifikua çdo person i cili përbënte shkeljet procedurave dhe të rregulloreve të futbollit brenda stadiumit për të treguar që pala serbe nuk kishte garantuar vijshmërinë normale të ndeshjes. U ndërtua një dokumentar, morëm ne, bëm nga një deklaratë e cila në një anglishte profesionale, e cila ishte dëshmia personale secilit nga ne se si e kishin parë situatën atje. Dhe kjo besoj u mor disa personave që kishin qenë aty. U përgatit njëkohësisht, u bë një material filmik i cili nuk kishte ndoshta vlerën shumë madhe ligjore, po kishte vlerën emocionale, pra që të godiste antarët e jurisë përmes imazhit, pra jo përmes faktit, por përmes imazhit. U bë dhe ky identifikim që ishte i rëndësishëm, pra u zgjon disa rrafshe njëkohësisht, goditja emocionale, dokumentimi ligjor, pastaj argumentimi ligjor, pra jo vetëm kjo, po argumentimi ligjor i secilit prej këtyre. Kur unë kam bërë emisionin e parë, pra si do mbrohet Shqipëria në UEFA, mbaj mend që avokati i Shqipërisë, me mbiemër Ricka ishte, tani nuk kujtoj emrin, një nga studios, kishte dieni mbi çdo detaj të mundshëm në stadium. Pra nga kjo anë ishte bërë një përgatitje shumë serioze. Gjë që unë aq sa e ndoqa, nuk e vura re te Serbia. Deklaratat e Ivanovit, Ivanovićit, kapitenit përfaqësuesve serbe ishin të ndryshme. Tha një sot dhe bëri një gjë ndryshe. Ndërkohë që këto ishin tunifikuara ke Shqipëria dhe ky ishte betejë ligjore. Shiko, Shqipëria nuk ka fituar shumë betejë ligjore. Përkundrazi, si një vend i vogël dhe ka humbur të gjitha betejat internacionale ligjore. Kjo është beteja, në mos gaboj unë, e parë internacionale ligjore që Shqipëria fiton. E parë si se fiton futboll. Edhe që është e para. Kështu që nga ky aspekt që bërë. Kurse ai avokati i fundit, pra i studios italiane që ishte shumë i njohur, Zvicerane, që me origjinë italiane, ishte, si thua, goditja e fundit që ti jep. Ti merr një autoritet të rëndësishëm të avokatisë europiane për t'i dhënë një imazh serioziteti, por puna bëhet e gjitha është bërë këtu dhe është bërë për shumë kohë. Kështu nga ky aspekt, betejja ligjore e Shqipërisë rezultoi, pra në këtë rast rezultoi e jashtëzakonshme. Dhe shumica e vendeve që nuk janë shumë zhvilluara, por e flas dhe vende të mëdha si Rusia, i humbin betejat ligjore.
çuditërisht një vend i vogël si Shqipëria, tani nuk kishim në betejë përballë Anglisë dhe Francës, e kishim përballë Serbisë. E kishim përballë Serbisë, po mos haro. Tani të marrësh studin më të famshëm në Shqipëri që është studia e Zotit Ajdaris, okay, ai rastisht është dhe antar i komitetit ekzekutiv të futbollit, po të marrësh atë, të marrësh një studin më të famshëm në Angli për përgatitjen e dokumentave, për përgatitjen e dosjes, sepse duhet përgatitesh një dosje shumë voluminoze, dhe kjo që nuk mund të bëhet dot nga një studi normale, duhet bëhet nga një ekspert vetëm për këtë fushë. Pastaj po në Zvicër, studi numër 1 që merr avokati më i mirë në Zvicër, ishte ai që u takua i pari dhe ai tha që unë kam konflikt interesi dhe nuk mundet dot ta mbroj Federata Shqiptare e Futbollit sepse jam avokati i FIFA-s. Do nuk mund dal dot për ju. Avokati i dytë në rang list ishte ky. Pra të marrësh të dytin më të mirë në Zvicër që të fitosh, jo të marrësh një të rastësishëm. Tani këtu thotë që është vetëm 100.000 euro që u pagua për Ismailin, por nuk është vetëm ai se studio ligjore avokati ka kushtuar më shumë se Ismaili, mendoj. Po ja ka vletur që të kushtoj më shumë se Ismaili. Ka kushtuar më shumë që të heqin 100.000 Ismailit. Faletemi ka qenë organizim perfekt. Ishte avokati pa diskutim, po edhe rrethanat kanë ndihmuar. Ishte federata nga njëra anë. Unë e thash që fillim, tani... Betejë konklavitur ligjore. Shumë betejë konklavitur ligjore, por ne kishim drejtën. Ndoshta kur ketë drejtën, ke një motiv më shumë për të shpresuar. Ky ka qenë motivi që më kam thënë gjithmonë që ne do t'i marrim 3 pikët. Që kam thënë Fevziut që në stadium, ja kam thënë dhe në gjitha emisionet e Fevziut ku kam shkuar për diskutuar këtë, apo në televizione tjera që kam shkuar, apo edhe këtu në Supersport, apo në digital që është folur për këtë. Unë gjithmonë në çdo vend kam thënë që ne do t'i marrim 3 pikët, se kam pasur besim tek ajo që ne meriton, nuk është se do na i falin 3 pikët, do t'i marrin dikur. Ndoshta në UEFA jo, por në KAS po, sepse KAS është realisht një gjykatë asjanse, nuk është gjykatë ndikuar nga UEFA. Dhe për këtë motiv ne kemi marrë tani Federata Shqiptare e Futbollit. Në UEFA është vendimi dhe pak politik sportive, kurse në KAS është betejë mirëfilli juridike. Pra ata nuk ju intereson fare se si Po nëse përmendim pak deklarimin kontradiktor të arbitrit, po ai na favorizoi? Tani, favorizimi i arbitrit ishte aq evident sa unë nuk mrija do ta kuptoj se si ne nuk ishim fituar dhe në UEFA. Gjyqtari ishte aq kontradiktor, gjyqtari edhe ishte i papërgatitur për këtë, ashtu si tha Blendi, ne ishim të papërgatitur, po edhe gjyqtari ishte papërgatitur. Gjyqtari s'kishte parë ndonjëherë në jetë ti, sa ishte bërë gjyqtar, se një gjyqtar që mban Premier League në Angli, dhe në Champions League dhe në Europa League dhe në ekipe përfaqësuese, nuk mundet dot mbrit ta kuptoj një turm kafshësh që luftojnë për të goditur futbollistët në fushë. Ai s'e kishte parë asnjëherë atë gjë. Ai nuk e dinte që ekzistonte ajo gjë. Dhe ai nuk ishte i gatshëm të mendonte që kjo gjë kishte një zgjidhje, ai nuk e dinte një zgjidhje. Ai shkoi do kthehemi të luajmë, ai nuk mbrinte në asnjë çfarë të kuptonte. Burr që dal nga lufta. Nuk më thesh do të prapë në luftë. Ai nuk siguronte. Sa e duhet parë pastaj si ishin dhe rregulla, po ai as ai nuk i dinte mirë. Se dinte pastaj si ishte i gatshëm pra gjë. Dyta ka pas një kontradikt midis deleguarit të UEFA-s dhe arbitrit vetë. Arbitri tha një fjalë. Pra janë dy autoritete që vendosin aty, njëri ka thënë gjë tjetër, tjetri ka thënë gjë tjetër. Unë i thash Idros i kam thënë në bisedë në Beograd me Idron, ku shkuam për dëgjuar për dokumentarin, i kam thënë Idros, Idro, mendoje, gjyqtari thotë unë thash që mendova që kishte siguri në fush, sepse më tha komisari i sigurisë. Dori pastaj erdhi komisari i sigurisë, tha i ke thënë ti gjyqtari kështu, jo, tha se kam takuar fare gjyqtarin. Dhe ishte aq kontradiktore dhe aq evidente, saqë nuk mrihet do ta kuptoj se si ne mund ta humbisnim këtë gjë. Dinamika e ngjarjeve aty në stadium ishte aq e fortë, aq traumatike, aq e menjëhershme, aq e shpejtë sa edhe kujtesa të linte në vend, do duhet ishte shumë i vëmendshëm. Zakonisht kur njeriu nuk është maksimalisht i përqendruar, që të vinë nga të gjitha drejtimet informacione nuk arrin dot. Po si mund një anglez të ta fusësh në Beograd ndeshje Shqipëri-Serbit edhe t'i japi dum asaj pune, po anglezi është mësuar maksimumi me sherrë tifozësh aty. Po futet njëri që po qafoj mesin. Pa një person me mjekër, një me qeleshe që përmbysi stadiumin. Si ta shpjegoj anglezi atë punë? Mirë, ndalemi pak edhe për të sqaruar këtë çështjen e apelimit në gjykatën superiore të Zvicrës. Se ekziston. Nuk ekziston, lutem, nuk ekziston kjo. Nuk ekziston. Kjo është e parë tani. Në momentin kur gjithë njerëzit dinë që ka fest, del dhe njëri. Kjo nuk përmbys rezultatin shaka apo nuk do të ndodhë? Absolutisht jo, nuk ekziston kjo mundësi. Rezultati është vendosur përfundimisht me gjitha rregulloret. Ekzistonte nëse Serbia brenda në gjyqin ku për fat kam qenë prezent, të thoshte ne rezervojmë të drejtën vetes ta hedhim këtë çështje në gjyqin e gjykatës së Zvicrës, por gjykata e Zvicrës maksimumi që mund bëhet të rikthehet edhe një herë nga e para gjykimi, komision disipline, komision apeli KAS. Pra, kjo gjëja për procedurë, kjo nuk ndikon më. 3 pikët janë të palëvizshme, të panegocjueshme. Gjykata e Zvicrës kthen vetëm për mangësi procedurale, për rigjykim duke plotësuar procedurën e munguar.
Që e para nuk mendoj që të ketë në procedurë, po e dyja nuk e kanë hedhur ata, se do ta kishin hedhur. Jo, po do ta kishin kërkuar aty më. Pra nuk e kanë. Avukati ynë, duke të themi që ne ishim aq këmbgulës, federata ishte aq këmbgulëse, gjithë shqiptarët ishin aq këmbgulës, që kishin drejt saqë kur avukati tha që ata kërkoj këtu, që edhe nëse s'bien dakord këta me këtë çështje, ta hedhë gjykata supreme, do ta kërkoj këtu tani tha. Që se kërkoj këtu tani nuk vlen. Dhe ai ja rezervoi të drejtën vetes aty, gjë që nuk e bëri Serbia. Ne për ne, prandaj thashë nuk është se thjesht një ndeshje futbolli. Aty federata në kërkoi që ta fitonte gjithsesi këtë gjyq pavarësisht 3 pikëve. Sepse e dinim gjithë që 3 pikët nuk ktheheshin më nëse ky komision, kjo kasi thoshte tani, sepse ky gjyqi në gjykatën supreme do të zgjasë edhe një vit tjetër, ndërkohë ne në Supersport te këto studiet tu, jo që studio jo, se studiet do ta prekim këtë radhë, po jemi duke bërë emisione për Evropianin, France 2016, në atë kohën kur do filloj gjykata supreme. Edhe në aspektin ndërkombëtar Atëherë Ismail ta gëzojmë 3-0. Nuk ka kthim rezultati. Edhe pse i morëm në tavolinë, mbasi do ishte më mirë të merrnim në fush. Normal që do ishte më mirë që ti merrnin në fush, por unë po, besoj që do i marrim në Shkodër. Por unë nga jo natë deri në 10 korrik që u dha vendimi, nuk e kam përjetuar mirë gjithë këtë situatë, sepse mendoj që shpesher jam akuzuar padrejtisht për punën e 3 pikëve. Fet këtu e thanë që unë akuzohem për 100.000 euroshin, për domethënë veprimi që në 89 është 100.000 eurosh, nuk ka fare lidhje 3 pikëshi. Nuk ka fare lidhje 3 pikëshi. Por desha të them vetëm diçka, nëse më lejohet. Shpejt. Patjetër. Ne në 20-25 vjet tranzicion, ndryshime gjeopolitike që janë bërë në Ballkan, kemi bërë hapa galopant, por kemi pas hapa galopant për të bërë, dhe ne si tifozët kombëtarës, mendoj që kemi një motiv më shumë se çdo lloj tifozi kombëtar në botë që ta ndjekim kombëtarën, sepse kombëtarja shqiptare e futbollit është i vetmi institucion i lidhshëm që i bashkon shqiptarët në gjitha dhe kjo është motivi edhe më shumë, kështu që gjithë ata që ndjekin kombëtarën, ata që janë tifozë si janë kështu, mendoj që duhet të kenë një dëshirë edhe më të madhe dhe t'i lëmë para gjykimit, sepse nuk... Faleminderit Ismail, faleminderit Jona. Po doja biles, duke qenë se jemi në kuadrin e tifozërisë, shpejt sikur t'i jepje një mesazh edhe shumë paqësor tifozëve, që dhe në ndeshjet e ardhshme edhe serbët t'i presim tamam si që ka i e shqiptarit me... Në paqësor që ajo që më intereson mu dhe besoj shumë kuj do ishte ndeshja e kthimit, që është një ndeshje shumë... Të tregojmë qytetari do. Mos ta bëjmë këtë gjë një. Mirë, funderen që shërështim me gjithë kuqezi. Mendoj që çdo njëri prej nesh duhet të jetë gardian e së ndeshje. Ismail, të falenderojmë shumë që ishe dhe me ne për e të parë ekskluzivisht në studio televizive. Megjithëse dhe në pjesën e tretë do flitet sërish për ty edhe pse ti si gjithashtu Blendi, falenderoj që ishe sonte për këtë diskutim dhe për përvojën që tregove. Largohen në këtë momente Blendi Fekziu dhe Ismail Morina, do vinë 2 të tjerë të ftuar që unë do të prezantojnë më vonë, kthehemi së shpejti. Me kombëtarin që një dashuri është kuqeziet. Këtë herë i kemi gjitha shanset, pse jo, sepse luajmë edhe për play-offin. Ja thash edhe privatisht Ismailit që ka fansa në Serbi për shkak të gjetjes. Shqipëria në fest për fitoren e kombëtares në betejën ligjore për të gjetur të drejtën në gjykatën e arbitrazhit sportiv. Tirana dhe Prishtina
U veshën në mbrëmje me ngjyrat kuqezi për të shprehur gjithë gëzimin për drejtësinë e vënë në vend. Një fest e organizuar nga tifozët kuqezi, me mbështetjen e Digital që si para apo pas çdo ndeshje të rëndësishme, ktheu në arenën e tifozëve kuqezi sheshin Nën Tereza në Tiranë dhe atë Zahir Pajaziti në Prishtinë. Atëre Dritan, ti aty na thuaj çfarë po ndodh, çfarë ishte ai flamur, ajo baneror që valvitej mbi atë mbi helikopter. Ai ishte flamuri më i bukur në botë, Alban. Në shoqërinë e prezantuesve dhe komentatorëve të Supersport dhe me tingujt e kuqezi e tij, këngës së kthyer tashmë në një himn për tifozët shqiptar e padyshim Xhamadanit Via Via. Gjithë tifozët e kombëtares u mblodhën për të festuar bashkë fitoren e shumë pritur. Fal Digital, edhe një herë tjetër Tirana e Prishtina u bën një për të shpalosur së bashku krenarin kombëtare. Në Tiranë e Prishtinë, mbrëmja ishte kuqezi. Dhe ja ku jemi rikthyer në studio. Sigurisht e nisim emisionin Thurje sot me atë ngjarje të jashtëzakonshme për të vijuar më pas me vendimin në favor të Shqipërisë dhe do ta mbyllim me fest, sikurse ndoqëm dhe insertin, por për të diskutuar për këtë dhe për Francë 2016, kemi në studio, janë bashkangjitur panelit edhe dy miq tjerë, i prezantoj me njerë, është Vilma Masha, gazetare e Digital Supersport, dhe një personazh mjaft i njohur për gjithë publikun shqiptar, krijues gjithashtu dhe protagonisti këngës Kuqezi e tij, Flori Mumajesi. Mirëmbrëma Vilma, mirëmbrëma Flori. Sikurse ndoqëm të insertin, Flori fest të premten, organizuar në mënyrë spontane nga tifozat Kuqezi, mbështetur sigurisht nga Digital, por ajo çka ndezi më shumë atmosferën ishte kënga Kuqezi e tij. Ishte edhe kënga, edhe kënga. Ishte kënga. Nuk e di unë atë. Apo ishte kënga? Ishte kënga, ishte kënga. Për fat të keq nuk isha në Tiranë. Atë ditë isha në Kosovë edhe kanë festuar në Vushtri, diku te 1000 ca veta. Do me thonë, po këndoja këngët e mia atë radhës për bërë playlistën e plot, programin e plot, dhe gjatë pauzave të gjithë thonin Kuqezi, Kuqezi, Kuqezi. Thua se kishin ardhur vetëm për të dëgjuar atë këngë. Kështu që unë e festova shumë mirë, e përjetova shumë mirë. Pash pastaj pak nga transmetime televizive dhe Tiranën dhe Prishtinën, e ndjeva që ishte një fest shumë e madhe dhe kënga i kishte dhënë ato ngjyrat e bukura festës, edhe njerëzit e këndonin, e dëgjonin, gëzonin bashkë me të gjithë tifozët. Shako e tha me fanatizëm që ajo ishte që e ngriti më shumë. Jo, ishte realisht ajo që Vilma ishte më pranë se unë s'ken një që në fillim, po unë e kisha dëgjuar këngën realisht shumë herë në versione ndryshme edhe në stadium në Elbasan, nuk mbita dot asnjëherë të dëgjoja ta këndonte gjithë pjesa me aq zot lart. Nga që ishim në afër skenës shumë në momentin DJ që vinte këngën e ulte muzikën në moment dhe aty e kuptoj se sa këndonin njerëzit, se ti s'mbrin ta kesh dot percepcionin se sa këndonin realisht njerëzit nëse dhe ai e fikte fare atë gjëja dhe kënga kishte më shumë zhurmë se sa kur ishte me ato ushtimin. Jehon të sheshin në fakt, Joni, ti e di sepse ke qenë vetë në prezantime të mëdha në përsheshe dhe aty ishte matësi më i mirë në fakt kur DJ e ulte këngën në sfond gjithë këndonin Kuqezi e tij dhe ishte wow, pra Flori ishte i pranishëm. Jo, isha. Patjetër. Vilma, ky festim i madh, mendon se ishte për shkak të fitores me Serbinë apo për një lloj shprese, le të themi, drejt kualifikimit në Francë 2016? Po sigurisht të dyja bashk, Joni, të dyja bashk. Ky organizim erdhi në fakt nga tifozët Kuqezi, është që tham edhe pak më parë, po është Digital në mbështetje të kësaj ngjarje. Por në fakt vendimi i kasit ishte i jashtëzakonshëm, e sigurisht këto 3 pikë ishin një fitore e madhe për gjithë shqiptarët, pa diskutime edhe për ne, pa diskutime edhe për ëndrrën e kualifikimit për Europianin. Jona, fatkeqësisht nuk kisha njësoj si Flori, megjithatë shumë bukur kur shikon atë shesh që nuk është vetëm më protagonist i mitingjeve politike, po është mbarkombëtare, domethënë, është bukur kur festojnë Kuqezint edhe jo gjithnjë për kraje të ndryshme politike. Kjo për mua ishte festa më e madhe aty. Po kualifikimin e Shqipërisë si e sheh?
Me shpresë, por duhet përmend 2 fjalë të Debiazit në fakt, sepse duke biseduar me to edhe ka mësuar si ekspert patjetër, i cili thotë që duhet jemi gjithnjë me këmbë në tokë, ta lëmë euforinë pas krave dhe të jemi determinant, ta çojmë ato që kemi filluar deri në fund, se me të vërtetë është si një ëndër, por duhet jemi me sy hapur, mos jetë thjesht një ëndër që ti kur zgjohesh befasohesh. Nëse do të jemi me këmbë tokë, atëherë mendoj se mund t'i arrijmë. Unë jam shumë optimiste dhe shpresoj. Joni, në fakt kjo që thotë Jona është e vërtetë, edhe nëse ne gjithë kemi qenë euforik për të shkuar në Francë, pa diskutim që do jemi, është Debiazi ai që të gjithë në fakt tani më presim deklaratën e tij më njëherë pas çdo ndeshje, pas çdo fitore, qoftë edhe barazimi, prit çfarë do të thotë trajneri kombëtar Debiazi, dhe është ai i cili në fakt gjithmonë flet për të pasur dhe për të marrë çdo ndeshje me radhë, për të parë ngjarjet se si rridhen. Por për hir të vërtetës, në fakt mendoj që këtë herë kemi të gjitha shanset, pse jo, sepse luajmë edhe për play-offin. Duhet kujtojmë që jemi të dytët në grup, jemi me 10 pikë, sigurisht që kemi ndeshje mjaft të rëndësishme, janë sfidat që na presin në shtator dhe në tetor. Kemi sfidën me Danimarkën, Portugalinë, më pas kemi me Serbinë edhe me Armeninë. Unë them që janë gjitha shanset, por sigurisht duhet bëjmë pak kujdes. Duhet kujtojmë tu që kombëtari janë është rritur profesionalisht, këtë e kemi parë të gjithë ndeshje pas ndeshje, dhe prandaj ne jemi të mbushur me një lloj optimizmi dhe besimi, sigurisht duke marrë shkas nga veprat, nga ato se çfarë ata kanë dhënë në fushën e lojës. Idro, na pret në Shkodër ndeshja tashmë me Serbinë. Si është? Shpresojmë që jetë edhe nëse ndodh që ne kualifikohemi, çfarë mendon që do ndodhi në Serbi? Do jetë në një kaos, në një gjendje... Jo, nuk e besoj. Në Serbi ekziston një pritje rreth sigurisë futbollistëve serb kryesisht, për shkak se do të ketë tentime, sidomos nga grupi i mediave që janë media që tentojnë të krijojnë tensione, sepse ishte edhe gjatë vizitës së Vučić në Tiranë mundoheshin, por nuk eci shumë. Edhe gjithashtu do të ketë tentime që të krijohet një lloj ideje se çfarë ndodh në Shkodër, por besoj që do të kaloj më mirë dhe më qetë. Është e rëndësishme, unë kam qenë në vitin 2004, nëse mbaj mend mirë, si tifoz Kuqezi, se që nga atëherë kam qenë antari, po, dhe ishte ndeshja, domethënë, e mbaj mend që ishte një banderol ku shkruante "This is not Portugal", kështu që ajo mjaftonte për të kthyer, domethënë, gjithë atë. Është një revansh më i mirë nëse do të ketë një fitore dhe... Kurse serbët do të shkojmë ndoshta me Sevinin në Evropë. Do ishte ndoshta një... Edhe si për Bosnjën, po shkoj Shqipëria do t'jetë edhe një atrakcion evropian, besoj. Jo, realisht, me Sevinin në Evropë, do t'i shkojmë me Sevinin në Evropë edhe me idenë që kjo është ndoshta dera juaj e Evropës, sepse ne këtu jemi në Evropë. Ne për fat kemi mbritur në Evropë. Ju jeni larg, shumë larg, dhe shpresoj që të mbritni dhe ata. Ta përkthej serbisht unë. Po, këtë ta përkthej serbisht. Okej, votoje Koli këtë dhe veç se e do Idro për në Serbi. Ta ketë një sërt. Flori, ke menduar që kënga Kuqezia e ti ka sjellë sadopak fat kombëtarës? Kënga fatikisht është projektuar para se ndodhe gjithë kjo historia e flamurit. Është ideuar, domethënë, po. Unë besoj shumë te energjia, kështu që ka pas një energji pozitive. Fatmirësisht duke qenë jo një ekspert futbolli, jam ekspert futbolli, nuk është se jam... Pra nuk jam ekspert. Po, pra, se ke deklaruar që në emisionet e para, tani... Vazhdo të deklaruar të gjonë. Paseren digital në Supersport. është, tani është. Mirë, oke, dakord, lem që... Ja. Po, ajo që ndjeja, duhet të jem i sinqert. Unë gjithmonë kur krijoj një material që mos i kësaj rëndësie të lartë, duhet të filloj me luptë, kërkoj detaje, kërkoj element, navigoj në çdo aspekt. Që nga fëmijët e vegjël, sa e shohin futbollin, si e kanë parë këto vitet e fundit. Ajo që kanë ndier në energji totale, ka qenë që vitet e fundit ka pas një imazh, ka pas një përveç rritjes vetë profesionalit të futbollistëve e trajnerit tyre etj. Një imazh i cili ka ardhur shumë mirë, ka ardhur shumë bukur, duke i tërhequr dhe ata që nuk kanë qenë kur tifoz, ata që nuk shpresonin, nuk kishin shpresa, as tek fati dhe as tek energjitë. Kështu dhe kënga, bashkë me gjithë energji, mblodh bashkë dhe si duket... Sigurisht, dhe gjithë kjo energji vjen edhe nga një bashkim shumë i fuqishëm, është Flori, Elvana, Digital... Digital, më të do dila, që shumë pak njerëz mbase e thonë, disa nuk e thonë, unë duhet ta them sepse e ndjej, vino që pari tha nuk pris në vini me aq shumë njerëz, po gjithë ky plasim kaq i madh, rëndësi e lartë që është dhënë kombëtares këto vitet e fundit, fal Digital, ka pasur dhe sponsor tjerë kombëtare, po nuk kanë qenë kaq mirë të organizuar, kaq mirë me imazh. Unë jam i sigurt që vetë futbollistët sot që kanë Instagrame,
kujdesin për pamjen e tyre, e din shumë miq janë në fokus non-stop 24-24 programet e futbollit. Kështu që edhe kënga në këtë lloj vazhde, si thosh, në këtë lloj rrjedhe ka ardhur natyrshëm dhe mendoj që përveç fatit është dhe energjia, domethënë ne insistuam ta bënim gjë të bukur. Nuk kemi të çmendur bënim gjë jo të bukur. Sa shumë e kërkonin tifozët Shako këngën në stadiume, do të thënë vinim këngë të ndryshme. Dhe her pas here domethënë rrinin dhe shikonin nga DJ sepse prisnin që të vijë sërish kënga. Ajo që thotë Flori është gjëja më e vërtetë. Kjo këngë është krijuar e mirë dhe ka pasur këtë sukses për shumë motive. Një nga motivet kryesore se është krijuar nga një artist ndoshta nuk është se pavarësisht se unë Flori është miku im, po unë them që nga më të mirët që kemi në Shqipëri. Ja, nga më të mirët që kemi në Shqipëri, po ai ka krijuar këtë këngë i rrethuar nga një dozë shumë e lartë energjisë pozitive. Pa këto energji pozitive që kishte rreth trupit ti, do të thotë pa e kuptuar, pa presionin e presionin pozitiv rreth ti të Albanit, meqenëse duhet ta them gjithmonë që drejtorit të Digitalbit Albaniaos që çdo ditë fliste me Florin apo që ndronte orëra me Florin derisa kjo këngë të bëj. Flori Zuri miq ka shumë futbollistë sa që nuk i ka pasur. Telefonin e tij mund të ketë tani 20-30 numra futbollistë të cilët nuk e dinte që ekzistonin. Jo më të ketë miq siç ka tani miq edhe të ngushtë madje futbollistë, kështu që është krijuar një rreze energjish pozitive rreth tij që të mbrinte këtu. Mirë, Shako, flasim pak për kualifikimin tash, më gjasat që kemi. Shqipëria duhet fitoj një ndeshje me llogaritë që bëj unë. Përgjithësi llogaritë nuk është se dalin, por Shqipëria duhet fitoj një ndeshje, do të shkojë 13 pikë, me 13 pikë gjithë kundërshtarët e tjerë. Marrim hipotetikisht vendin e tretë, një vend i tretë hyn si vendi i tretë më i mirë. Skuadrat e tjera që dalin si Shqipëria do të marrin 16 pikë, sepse 19 pikë, sepse 6 pikët e marra me vendin e fundit. Për faktin se ne jemi 5 skuadra në zyrtare dhe një miqësore që bëjnë 6 grupe siç janë gjithë grupet e tjera, do të thotë se Shqipëria është gati praktikisht e futur si e treta më e mirë e gjithë grupeve nëse ne dalim tretë. Por kam përshtypjen se me këtë ritëm, me këtë skuadër, me këtë trajner, me këtë mënyrë se si po administrohet nga të gjithë, nga federata, nga të gjithë ambienti, nga ajo që thash pak më parë për këngën, këto energjitë pozitive që e rrethojnë këtë gjë, sepse të mendosh ke 1500 bileta në Kopenhagen dhe të duhen dhe 1500 të tjera për një vend si Shqipëria që nuk është se gëlon nga pasuria dhe nga njerëzit e pasur, do të thotë se të shkosh 3000 njerëz për të parë një ndeshje futbolli në Kopenhagen. Vllai im sot më çoi me email biletën e tij për një Yerevan, ku të luhet në Armeni ndeshja. Pa duhet të them që kjo skuadër me kaq shumë energji pozitive nuk ka ku të shkojë tjetër vetë të prodhojë një gjë shumë pozitive që ne të shkojmë në Europian. Jona, Federata ndërkohë është përgatitur për një kualifikim të mundshëm? Ka zëra që shpar dhe hoteli, jo vetëm. Shpreson shumë, ndërkohë që numri i biletave është shitur dhe vazhdojnë kërkesat, ndërkohë ne kemi bërë kërkesa që të marrim një numër tjetër biletash, sepse kanë qenë të pafundme. Dhe është ajo që thot Shako që sa shumë kërkesa ka dhe sa mirë që do ndjen edhe djemt tanë atje kur të luajnë me aq shumë tifoz Kuqezi. Me kaq shumë besim. Futbollistët kanë nevojë për besim dhe besimi po jepet me vërtet maksimalisht. Vilma, e sheh këtë vit ekipin e kombëtares si më të pjekur dhe në një nivel ndryshe nga vitet e tjera? Tani për hir vërtetë Sionit është ekipi kombëtares më i pjekur, po të marrim parasysh edhe në shtatorin e kaluar kur filloi gjithë ndeshjet për kualifikimin, që për ndeshjes me Danimarkën, që për ndeshjen me Portugalin fillim më pas me Danimarkën, ishte ndoshta një augur i mirë që ne fituam që ndeshjen e parë. Më pas të gjitha ndeshjet janë parë hap pas hapi. Besoj që ka diçka ndryshe në këtë kombëtare, referuar sigurisht edhe futbollistëve. Ata vetëm që më duken më të pjekur, po janë edhe më të mirë në fushën e lojës, reagojnë shumë mirë me veprimet e tyre. Pa diskutim që është edhe një merit e trajnerit, Gianni De Biasi kjo. Unë mendoj që edhe më përpara ne kemi pasur breza mjaft të mirë futbollistësh dhe emra mjaft mirë, por them që ky është momenti i duhur, shpresojmë deri në fund që kjo të jetë hera e duhur që dhe ne të arrijmë së fundi ëndrrën për Europian. Shako, është ky brezi i cili do na çojë drejt kualifikimit? Tani në futboll ka një gjë, pak a shumë për në të gjitha skuadrat e futbollit, brezi që ishte më i parshëm është më i miri, sepse njerëzit selektojnë gjërat më pozitive në memorien e tyre dhe i heqin gjërat negative. Unë mendoj që ky trajner ka krijuar një skuadër e cila na ka dhënë shumë më tepër pikë dhe ka më pak yje, ka më pak lider. Ata po krijohen bashkë me po zhvillohen, po rriten bashkë me skuadrën. Dhe mendoj që sot edhe verën e ardhshme
kur Digitalbi të bëj një mega prodhim për Evropianin, që s'është parë ndonjëherë mediatikisht, ashtu siç ka bërë gjithmonë që ka shkuar Digitalbi gjithmonë në progres të jashtëzakonshëm edhe në krimin e programeve apo përcjelljen për shikuesit të një Evropiani dihet nga gjithë Evropiani është ekskluzivitet i Digitalbit, gjithë finalet e Evropianit. Edhe skuadra po shkon në ngritje dhe mas një viti do kemi skuadra shumë më të madhe me shumë më tepër emra të mëdhej. Se këta janë po të njëjtët futbollistë, por me këtë rritje që po pësojnë, do shkojnë në skuadra më të mëdha, do bëhen më të famshëm, do marrin më shumë përvojë dhe do jenë shumë më të mirë. Dhe në Evropian, unë jam i bindur që ky Evropian ekskluziviteti Digitalbit do ketë edhe përfaqësuesën tonë, sepse ne kemi sponsor të zyrtarët përfaqësues shqiptarë të futbollit, do të shkojmë bashkë me të në Evropian. Jonid, në fakt, është vërtet shumë kjo që ka Shako, teksa po fliste për lider, sepse kjo skuadër nuk ka lider dhe unë atë moment po mendoja emrat për të thënë, përveç sigurisht kapitenit Lorik Cana, po mendoja Berisha, Basha, Lenjani, Kaçe, Gashi, Meha, Golli, janë gjithë të futbollistë në fakt, edhe të gjithë kanë atë rolin e tyre dhe të gjithë janë mjaft mirë dhe duket që punojnë shumë me njëri tjetrin. Janë futbollistë të cilët punojnë për një ëndër bashk, nuk janë egoist, janë pak egoist në ndeshjet paktën që kemi parë dhe sigurisht edhe në planin personal. Kështu që duket që gjithë po punojnë për këtë ëndrën e madhe që ne kemi Europianin e Francës. Shikoja edhe kur ishin në grumbullim ke Tropicani, në fakt pëlqente shumë dhe disiplina që trajneri i kishte vendosur. Orarin, të ngrënës, gjumit, çdo gjë ishte perfekt. Po mos haro që ata respektojnë gjithë këtë. Një premtim ka bërë Flori, që era fundi që ka qenë Flori në një stadium, ka qenë në Paris, dhe nuk do shkojë më asnjëherë në një stadium derisa Shqipëria të shkojë në një ndeshje në Evropian në Francë. Kështu që mirë se do ta pyes edhe Florin për këtë. Ky është premtim personal, nuk do ta nxirrte. Por Idro, flitet gjithë kohën për Serbinë, Shqipërinë, tifozërinë serbe, atë shqiptare, por a ekziston ndonjë tifoz serb i cili bën, domethënë serb po që bën tifo për Shqipërinë, që mund të jetë pse jo i pranishëm edhe në Shkodër? Ndeshjen Shqipëri-Serbi? Sigurisht ka njerëz të tillë dhe ja thash edhe privatisht Ismailit që ka fansa në Serbi për shkak të gjetjes, jo për shkak simboleve, por kishte kështu si lloj batute patjetër dhe natyrisht përveç asaj pjese gjithë lugina e Preshevës janë fansa Kuqezi, kështu që apo sikurse jemi ne për shembull, që në moment mos kualifikimi apo mos pjesëmarrje në një kampionat, bëjmë tifo për një shtet tjetër Ballkanas. E nëse ne kualifikohemi dhe Serbia jo, do bëj dikush tifo për ne, serb? Besoj se po, se kishte vitin e kaluar... Më thënë ti, një të tillë apo nuk ekziston? Një të tillë. Kishte edhe një program i trimve nga Beogradi që mblodhen dhe organizonin çdo natë ndeshjet e Bosnjës dhe Kroacisë, për shkak se Serbia nuk ka qenë Brazil. Kështu që ishte mjaft interesante. Kisha aty 200-300 veta që mblidheshin në një lokal edhe domethënë ndodhte kjo. Dhe momentin, nëse zgaboj, ka qenë Zvicra, Shqipëria, kur ishin atko në një seminar, ishin një 20 persona në Beograd që flisin shqip dhe donin ta shikonin ndeshjen. Dhe kjo është domethënë një moment që duhet ta organizosh. Edhe unë mora një mikun tim serb nga Prishtina që ka një lokal të tij dhe i thash ke mundësi ta shohim Shqipëri-Zvicër, ta patjetër dhe ishin njerëzit aty, domethënë pa problem dhe po shihnim ndeshjen dhe kur bën një foto nga një vend i tillë, gjithë njerëzit janë sepse është më e veçantë dhe ka mundësi të tilla. Nuk duhen ngatruar asnjëherë këto gjëra, është si puna e muzikës serbe domethënë, Zdravko Çolić apo shumë e radhë që kanë qenë ikona këtu kanë edhe është gjuna domethënë që çdo gjë përzihet vetëm për këtyre. Fadil Voshri vazhdon të jetë një nga futbollistët më të mirë në Serbi. Fotografia ti ishte prapë stadionit Partizanit Beogradit. Po, ishin bashkë. Sporti dhe arti duhet dalin jashtë politikës. Po, për fat keq në Ballkan është çike vështirë që ndodhi këtu. Mirë. Flori, supozojmë dhe e marrim mirëqen faktin që Shqipëria kualifikohet, do zoti, dhe është në Francë 2016. Cilat janë surprizat? E ke gati këngën në versionin frëngjisht? Kuqëzihet ti? Do futboll në PlayStation vetëm me kontare, me sipas pres. Se pastaj mund të jetë integruar, Që ta dini, Flori nuk është futbollist, po është një mjeshtër i PlayStationit. Tani mjeshtër se los vetëm me gjithë stafin e Tridocit. Sa që i vjen në një jashtë e mund. Ata Tridocit i bën cop gjithë. Nuk e di tani, a është ky i mirë apo ja lën ata ndesh. Kështu që nëse kualifikohemi, realisht do të jetë kontare edhe në PlayStation. Ka ndonjë këngë tjetër që do na silli fat apo në një version frëngjisht i Kuqëzie tia, në një surprizë tjetër? Janë disa gjëra si për shembull dashuria e madhe që ndodh vetëm një herë, kështu që kam përshtypjen një dashuri e madhe ndodh një herë.
Dashuri çka të vogla do bëjmë, aventura do bëjmë, po me kombëtarin që një dashuri është kuqezia e tij. Kështu që Sa të më bukur. Me gjithë besimin absolut që kam të Flori, nuk ka shans ta bëjë më të bukur atë këngën, jo vetëm Flori, po edhe një tjetër. Mirë, dhe bashkë me Duarte Rokitjen që mori edhe Flori, edhe kënga kuqezi e tij, ja Duarte Rokitje tjetër edhe për të gjithë panelin. Flori po se jemi drejt mbylljes. E fundit për këngën. Kënga ne thamë është e kombëtarës, por unë shpirtërisht dhe gjithë neve ndejmë që është jo vetëm e kombëtarës, është e gjithë shqiptarëve, madje do është një detaj, ky detaj vogël, kam dëgjuar edhe në përndeshje të klubeve të vogla. Kënga është njësoj, ka tjetër emocion, tjetër ndjesi. Të gjithë shqiptarëve kuqezi. Fundja kuqezi e tij, kuqezi e me të gjithë. Unë falenderoj shumë që ishte në thurje speciale sonte, për të diskutuar me radhë deri që nga ngjarja pra sikur se thamë jashtëzakonshme dhe deri te kjo festë. Dhe ju urojmë shumë sukses e kombëtares tonë. Me shpresën e madhe do zoti jemi në Francë 2016, kualifikohemi dhe mendoj që sonte ta mbyllim me festë dhe me këngën kuqezi e tij. Një puthje për gjithë, kuqezi e me gjithë.